Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se takohemi së bashku në rubriken aktuale. Gjitemi në Milesh, pranë xhamisë këtu në Milesh, ku në mënyrë tradicionale shtrohet edhe iftari i fëmijëve gjatë periudhës Ramazanit. Çdo herë në Milesh organizohet pikërisht iftari për fëmijë, për më të vegjëlit, të cilët shumë të gëzuar e presin këtë ditë. Dhe natyrisht neve me kamerën tonë kemi ardhur për të vizituar nga afër, natyrisht në restorantin këtu prapa me, pra në restorantin e medreses këtu në Milesh, do shtrohet iftari për një numër jashtëzakonisht të madh të fëmijëve, jo vetëm atyre të cilët jetojnë në bashkinë lokale Milesh, por edhe përreth, dhe gjithmonë janë të pranishëm edhe fëmijët e konfesionit katolik, jo vetëm musliman, të cilët së bashku hajnë darkën, të themi kështu, dhe natyrisht shoqërohen me njëri tjetrin. Për më shumë, ju ftoj që të ndiqni materialin tonë në vazhdim. Për fillim, bismillahirrahmanirrahim, pasha mëshira dhe begatit e Zotit sofshin mbi të gjithë. Por si që cekët të leju, ne këtu në xhamatin ton, tradicionalisht me përkrahjen e shumë njerëzve, por në veçanti kohës funit me përkrahjen e xhavit islamit Gilaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka marrë përgjegjësinë për këtë iftar për më të vegjëlit, e kena bërë si tradicionale se t'i bashkojmë, se t'u tregojmë një respekt ndaj tyre dhe të tregojmë atyre dhe të kuptojnë sa janë zendje, të kuptojnë se ata për neve janë faktor i rëndësishëm dhe presim se ata të edukohen dhe nesër të jenë ata ardhmëria e këtij xhamatit, por në përgjithësi vendit tonë, Malësisë edhe Mezher. Për mua është një kënaqësi kur jam mesin e tyre dhe i shoh fytyrat e tyre të gëzueme dhe bashkimi i tyre pa dallim, se në iftarin tradicional për fëmijët, ne të gjithë fëmijët të cilët janë sa mujnë me ecë dhe me kuptua deri në moshën afërsisht 12-13 vjeçare, pothuajse se i kap shkolla fillore, kemi dashur se t'i bashkojmë bile një herë në vit në këtë iftar, dhe të gjithë pa dallim konfesionit, janë të ftuar, falënderit për tyre se janë edhe duke u përgjegjë asaj ftesë, ata fëmijë domethënë me bashkëmoshatarët e tyre vinë dhe unë shoh se është e nevojshme pikërisht në ditët e sotme se t'i kemi fëmijët afër dhe të komunikojmë me ta dhe t'i afrojmë ata dhe t'i mësojmë se çka është e mira dhe çka është e keqja, se të rriten në një frymë edukative, se shpresojmë nga i malli i Zot se ai fëmijë i cili rritet në frymën edukative do të jetë edhe ardhmëria dhe do t'i shifet e mira dhe, si thonë një fjalë katunare, hajri atyre fëmijëve, sepse në një shoqëri ku janë fëmijët e edukuar, sigurisht se pritet të jetë edhe ajo shoqëri e edukuar. Ne në përgjithësi mund të krenohemi me fëmijët tanë, por edhe me rinin, se shumë veprimet të cilat ndoshta zinden në shoqëri tjera, të ne këtu janë fëmijët e dalluar, duke normalisht sparit edukimi familjar, por edhe edukimet parashkollore, edukimet fetare, të cilat u jepen në kulte fetare, por atëherë edhe ata duke i parë sigurisht edhe emituar familjarët e vetë do të vazhdojnë me atë edukat. Fëmia është një dhuratë e madhe prej Zotit, dikush ndoshta kime dhënë krejt pasurinë se e posedon vetëm ta kenë një fëmijë biologjik, dikuja ka dhënë Zoti jo një por disa, dhe me këtë rast po apeloj të gjithë teleshikuesit që ta besart na martohen dhe të shtohemi dhe të jetë malësia e bekuame me fëmijë dhe me gjeneratat e reja, e mos të mbesim të varfër veçanti me gjeneratat e reja me fëmijët. Lutim të Madhin Zot që fëmijët tanë t'i ruaj, t'i edukoj, t'i udhëzoj në rrugën e drejtë dhe të jenë ardhmëria e këtij vendit. Edhe ju e shfrytëzoj rastin t'u falenderoj
për interesimin në çdo aktivitet, por në veçanti këto aktivitete për mua janë shumë interesante dhe të nevojshme, se përmes këtij ekranit ndoshta do të jem model edhe për njerëzit ose në vende tjera se në këtë formë apo një formë më të bukur t'i bashkojnë më të vezit edhe të jenë pranë tyre. Atëherë gjithashtu unë dua përpara se të ndahemi t'ju bëj edhe një tjetër pyetje. Neve jemi mësuar që nga viti në vit në këtë iftar të jenë të pranishëm edhe fëmijët e konfesioneve të tjera. Pra do kemi edhe këtë vit, a janë të ftuar edhe gjithashtu më të vegjëlit ju gëzon shumë edhe dhuratave. Do bëhet edhe ndarja dhuratave ndoshta? Unë shpresoj se edhe këtë vit si viteve tjera të jenë prezent edhe kojshit tanë, të cilët janë konfesionit katolik, se janë të ftuar normalisht si gjithë fëmijët e konfesionit musliman, nuk bëjmë dallimin, veçanti me fëmijë kur është ne kurse nuk guxohet në asnjë mënyrë as me të tjerët, por në veçanti fëmijën duhet me gëzu pa marrë parasysh kush është edhe i ku jashtë. Shpresoj që do t'i përzihen ftesës edhe këtë vit do t'jenë me neve, dhe zakonisht dhuratat nuk mungojnë, si çdo vit, edhe këtë vit do të kemi dhurata për çdo të pranishëm prej fëmijëve. Ato dhurata ndoshta janë edhe rasti se ata mas shumit fëmijët i tërheqin. Vlen të cekët përveç se e përmendëm Xhevidin Gilaj, i cili ka marrë përsipër se të jetë kontribuesi i iftarit, kemi edhe të tjerë të cilët dëshirojnë, domethënë nuk janë të detyrueshëm se mjaftojnë me këto se i ka marrë përgjegjësinë zotriu Gilaj, por e kemi edhe Skënderin Boshnjaku, i cili është në furrën e Sandrë të Tuzit Maroshi, edhe ai ka pas dëshirë se të marrë pjesë në këtë iftar, ashtu me dhurata Nikaj Jakupi prej Rruganthit, kështu që njerëzit kanë dëshirë se fëmijët t'i gëzojnë një mënyrë apo një tjetër e vetëm se t'i tërheqin se sa më tepër të jenë sonte në këtë iftar së bashkut dhe të kalojnë një kohë të caktuar së bashkut. Edhe për fund, është drejt përfundimit Ramazani, i cili do ishte mesazhi drejtuar të gjithëve. Po, dita ditës jemi më afër përfundimit të ndarjes për këtij muaji të bekuar të Ramazanit, pra janë ditët finale, për besimtarët bëj apel se t'i shfrytëzojnë maksimalisht këto ditë, se finalizojnë dhe pothuajse janë vendimtare për çdo agjërues. Mesin e këtyre netëve të fundit gjendet edhe nata më e bekuar e vitit, nata e Kadrit. Shpresoj se besimtarët do ta kërkojnë këtë 10 netëshin e fundit të këtij muaji të bekuar dhe do të angazhohen me adhurim, duke shpresuar nga i Malli Zot se të çojë paqë, se të jetë mëshira e tij mbi çdo person, se i Malli Zot të gjithë të sëmurit t'i shëroj, të gjithë të vdekurit t'i mëshiroj dhe të gjithë të shëndoshit në shëndet t'i mbajë dhe t'i forcoj. Me shpresë se i Malli Zot do të na ndaj nga ky musafir ashtu si është i kënaqur me adhuruesit e tij dhe me agjëruesit. Shpresojmë agjërim të lehtë dhe adhurim të pranuar nga i Malli Zot.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se keni ardhur në iftarin ton tradicional, se sonte të jem zbashkut në këtë iftar. Shpresoj që keni hagër, ini gi, e keni knaq vetin, po ta dini se na keni knaq edhe ne që një ardhë këtu me në kalua këtë iftar zbashkut. Unë shpresoj që kë Ramazan do t'jetë knaqësi për të gjithë ne, edhe për ata që e kanë aznua për jush, edhe për ata që nuk e kanë aznua se nuk e kanë obligim, por iftaret edhe sufuret sigurisht i kanë hagër të mira. Edhe kjo është një knaqësi prap që i një knaq me familjarët e juve, me prindrit e juve. Ne pra, si zakonisht krahas iftarit që shfrytëzoj rastin, në emën timin personal, në emën këshillit të xhamisë, edhe në emrin e juve, ti falenderojmë donatorët të cilët u banë sebet për këtë ushqim, në veçanti e Xhevitin e Islamit Gilaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe të tjerët të cilët na ndihmuan edhe patën shef se t'u sjellin, ka një dhurat të vogël, por kryesorja deshtën me marrë pjesë edhe ata në këtë iftar. Zoti i shpërbleft me të mira ata, edhe familjarët e tyre, u shtoft mirat edhe begatit edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra tash pas e kini hangër të zith, u baft mirë buka, Zoti va pranoft të zith dhe që kini azrua azrimin, inshallah u kem të hajrit, u bekon Zoti, rriti përparoni, ini e mira e juaj personale, e mira e familjarëve tuaj, por edhe e mira e krisht shoqënisë tonë, kudo që shkoni, kudo që tjetoni, kudo që të veproni. Ne për fund, si çdo herë, i kemi lanë dhurata të cilët do t'i marri çdo njani prej juve. Pra rrini në vendet aty ku ini, dhe aty do t'u vinë çdo njanit prej juve dhurata. Edhe i gëzofshi, e kalofshi mirë, e u knaqshi zgjidhherë, e Zoti va shpërbleft me të mira, edhe u ruajt, e u bekoft, e u rritshit hajrit, dhe inshallah bahi ardhmëria jon e këtij vendit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Qyre dhuratën, e gëzosh, u rritsh, edhe një vajzës, Hana, qyre e gëzosh, u rritsh, jetë gjatë e harit inshallah.